Kam një rast konkret që unë kam ca njerëz të mirë në azilin e pleqër, të moshuara. Ju s'keni diskutuar, ju s'keni bërë interesim që po pëson një terror nga një drejtoresh që quhet Anila Peqi, që i degeneron si të moshuar. Do thotë këtë qeveri ka në krye një plak 75 vjeçe që nuk respektojnë të moshuarit, që respektojnë gjithë moshën. Çfarë di them kësaj qeverie? Çfarë di them? Ku një moshuar ka nevojë për një mbështetje, ku një moshuar qeveria nuk e ndigjon. Çfarë them asaj? Unë e njoh miku që është Anila Peqi. Është bashorta ishte ministri i mbrojtjes. Çfarë di them? Betëm me ato pleq më keq kur ndëgjoj që kur vdes një moshuar duhet t'i kontrolloj një sanitare për t'i vjedhur parat, bizhuteritë apo tjera me radhë. Ushqimi është mizeria, trajtimi është mizeria, i trajton në mënyrë më skandaloze. Anila Peqi duhet të ikë në shtëpi. Unë jam takuar me ata gruan. Edhe sot kam një takim me të në sociale që kam bërë një kërkesë. Çfarë them kësaj qeverisë ku nuk kujdeset për to, për të moshuar të paktën, po për të trit që nuk kanë një punësim, nuk kanë të ardhura. Çfarë ti them kësaj qeverisë? Më thoni ju çfarë ti them. Unë pandej i bëj thirrje. Dikush do të vit fusi do. Të largohet këtë qeveri e korruptuar, të largohet Sali Berisha, të largohet Edi Rama, ta marrin dorë të rinj, ka të rinj sa dush me eksperiencë shumë larta. Po kështu? Ka shumë.